Ashtu sikur se ishte paralajmëruar, miliarderi Jeff Bezos është zyrtarisht pjesë e aksioneve të Liverpool. Bosi i Amazon bashkë me sipërmarrës të tjerë të famshëm botror, përfshir ish shefin ekzekutiv të Facebook, Eduardo Saverin, dhe familjen Mittal, kanë blerë një pjesë të vogël të aksioneve të Liverpool nga Fenway Sports Group, i cili mbetet sidoqoftë aksioneri kryesor i skuadrës së famshme angleze. Liverpool është ndërtuar gjithmonë duke menduar për të një sezonit vetëm dhe duke marrë vendime që kanë parasysh interesat afatgjatë të klubit. Kjo qasje vazhdon të tërheqë interesin e investitorëve dhe liderëve të biznesit të respektuar në të gjithë botën, thuhet mes të tjerash në komunikatën zyrtare të klubit të Liverpool. Palët nuk komunikuan shifrën e saktë e aksioneve të blera nga Bezos dhe partnerët e tij, megjithëse mediat botërore njoftuan se bëhet fjalë për 1/3 e totalit, pra rreth 33%. Klubi i Liverpool u ble nga John Henry në 2010 për $500 milion dhe sot vlerësohet $7 miliard. Ndaj sipas llogarive në këtë rast, miliarderi Amazon dhe kolegët e tij kanë shpenzuar më shumë se $2 miliard për të futur në Premier League. Forbes e vlerëson pasurinë neto të Jeff Bezos në $271.1 miliard, ndërsa aksioneri tjetër, Eduardo Saverin, $33 miliard.